që ky zotnia ma kanë rejtë sot ditën, rrugës të shku për të liqeni Gjonit e takova, që 49 vjetë është bari, i ka 10 fëmijë, se cili fëmijë e ka kry fakultetin vajza e fundit, tash e ka kry fakultetin e mjekësisë, pra po na zbardh ftyrën krejt shqiptare. Një të keqe paska që krejt fëmijë, ty e përfshi dhe këtë fundit tash, përjetojnë jashtë, por Hismeti po vazhdon me jetën e vet, nuk kom pa zotëri ma elokvent edhe ma njoftum për krejt situatën që ka pëndodhë në Kosovë prej këtij pozicionit. Hajde pastaj Hismet. Faleminderit edhe juve që keni ardhur na vizitu këtë more të sharrit kanal. Shumë faleminderit të juve. Për ndryshe pasën Hismet pak ma herët e pash me një kafe, e kem pi ka një raki kajsisa, po? Po. Edhe e nxeri prej çantës vet mishin, qepën, specin, djathën, gjitha. Këtë bia. Krejt bio ishte shtëpiak i vërtet. Më ka bo, kështu, mua apet shumë mirë. Ka drejt shumë mirë.